Në muajin e shenjtë të Ramazanit, kur vlerat e mëshirës, ndarjes dhe bamirësisë marrin një domethënie edhe më të thellë, një tjetër shembull i bukur humanizmi vjen nga Mërgata. RB me prejardhje nga Banjeshnica dhe që jeton e punon në Itali, ka ndërmarrë një iniciativë bamirësie duke ndihmuar 20 familje në nevojë, me dëshirën për të qëndruar pranë vendlindjes dhe për të sjellë lehtësim në sofrat e atyre që kanë më shumë nevojë. Ndihmat janë shpërndarë përmes bamirësit Sinan Elezi nga fshati Çajl. Sipas tij, ky gest është dëshmi e zemërgjërësisë së mërgjimtarëve dhe lidhjes së fortë që ata ruajnë me vendlindjen. Me rastin e këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, RB nga Banjeshnica, që gjendet në punë në Itali, dhuron 20 familje, pak është 50 euro. Unë personalisht në emrin tim, Zoti ja shtof pasunin, i dha shtet, beretet, lumturi dhe familjes atij. Kjo nuk ka e para herë këtij bamisit, por çdo vit që ku ka erdhur iniciativa e Ramazanit ka qenë e afër jetimave dhe nevojtarëve. Prandaj, në emrin tim personal, gjithëve bamizve, gjithëve në donatorëve që japin këtë muajin e shenjtë të Ramazanit, që janë afër jetimave edhe nevojtarëve, Zoti vë dha shëndet, pasuri, familjar. Paralelisht është realizuar edhe një tjetër aksion prekës bamirësie, ku një nën së bashku me 2 niprit e saj, në kujtim të bashkëshortit dhe babait të ndjer, kanë zgjedhur të përcjellin mirësi dhe shpresë për familjet në nevojë. Është gruaja e Nakilit 200 franka për burin e vet, ne janë digjem Nakil ka 18 vjeçar, edhe Ardiani 17 vjeçar kanë dhënë ka 50 franka. Zoti gjithëve bamizve vashtof pasurinë, vë dhash bereqet shëndet të lumturi, se svet e pasron pasurinë e vetë dhe i pasron zemrat e veta këtë kohën e soqët ekonomike ndaj nevojtarëve dhe jetimave. Elezi thekson se nismat humanitare do të vazhdojnë gjatë gjithë muajit të Ramazanit, duke apeluar që solidariteti të mos ndalet. Ai u bën thirrje bamirësve që në një kohë sfidash ekonomike dhe rritje të çmimeve të vazhdojnë të ndajnë nga e mira e tyre, sepse çdo ndihmë, sado e vogël, sjell dritë dhe shpresë në jetën e dikujt.